Unë nuk e besoj që Klodi gënjen. Nuk e di pse, po nuk e besoj. Dëgjo, në fakt... Sa i ka rejt vetën këtë vit? Këtë vit nuk arrita të realizoje një gjë. Nuk është se e theme gënjeva vetën, por, do më thënë, nuk po e them edhe këtu në publik, sepse një nga gjërat që them jemi bërë këshune të paparë, sa thot njeri diçka e kopjoj tjetri e bëri nesër. Edhe unë them driqi hëngërt po... Kjo quhet majmunllike, kupton? Majmunllek, po kështu doja të nxirrem, po sa e papari edhe ti e ka banane naje. Nga majmuni vim dhe e dim originën. E ti thua, po pse majmuni ngeli majmun, njeri u tani, nuk po bëhet i qik njeri, po ngeli po majmun. Dhe i premtova vetes në fillimin që këtë vit do realizoja diçka, ta heq këtë tani baba gjë. Iqe zemra, iqe. Vetëm kapuqin mos e iq se duke shumë bukur. Ashtu, ha? Për zote, të pëlqen, do më dhe më pëlqen shumë. Po ta prish shumë duke si ato kamurristat. Ta prish, jo, ashtu, jo. Kamurristat e dashuris, po. Edhe, i pa ta premtuar vetes që... Ku bje dhe Kosovë e ble vetës? Se kështu, si metin Kosova. Nuk mund ta them kush ma ka dhënë. Ja ka dhuruar dikush, e kuptuam. Çdo gjë, unë nëse jam veshur, do të thotë se mi kam blerë, se për ndryshe do rria pa këto. Po, e di. Që njës molla në fytë ati që e hëngri më. Ne kemi thënë e ato. Dhe, po jë më, a pash, digjo, nuk e keni vënë reju kur futeni në dush, për shumë që heqim ropët e gjitha që lloj energjia të vjen? Kush ka dush e po nga ujë? Po jo, po kur vetëm dush, saj pastaj, po dhe pa u futur atje. Ja i ftohti, po. Edhe kështu që, pra, dhe i pa ta premtuar vetes që si vjet do bëja diçka që do t'i shërbente të tërë shqiptarve, jo vetëm këtu. Kudo që ndodhe. Kudo që ndodheshin. Tani e paske rrejt edhe e paske rrejt, aj që rëndshën vetën? Jo. Arsyeja përse nuk u realizua, mbase mund t'ishin gjëra, do më thënë, justifikime, por që u thy një radhe një gjë, pastaj u thy një telefon, pastaj u thy një... Pra, mjetet të punës që e bën, që mos të realizohej. Po thëmë, gjdo gjë ndodhë për një arsye. Tema është dhe justifikimet. Do të thënë, e hëngri telefoni. Po, nga telefoni e hëngri mikrofoni,